Mickoski nuk është lideri pavarur, por marionet në ndikimin e Beogradit, që e vë vendin tonë në rrezik regresi dhe izolimi nga Evropa. Kështu e akuzoi sot LSDM-ja opozitare kryeministrin Hristijan Mickoski, duke shtuar se kjo nuk është vetëm akuzë e tyre, por se këtë e vërtetojnë edhe shumë raporte dhe artikuj të mediave ndërkombëtare. 2 ditë më parë, gjithçka ndryshoi. Arrestimi i Nicolas Maduros nga forcat amerikane çoi në akuza për narkoterrorizëm dhe pastrim parash. Vučić, i cili deri dje e vlerësonte Trumpin, tani po e sulmon drejt për drejt atë, personalisht dhe përmes një programi të koordinuar special në median e tij, duke e quajtur veprimin shkatërim të së drejtës ndërkombëtare dhe ligjit i më të fortit dhe duke paralajmëruar një dyfishim të kapaciteteve ushtarake serbe për mbrojtje. Kumtesat e gjata të dërguara nga Beogradi të shkruara nga ish-këshilltari Zaevid Bashanović me një analizë kryesisht të skenës politike në Serbi e bëjnë Venko një opozitë fuqishme në Serbi, jo në Maqedoni. Kështu u përgjigjen opozitës maqedonase nga VMRO-DPMN-ja. VMRO-DPMN nuk përzihet në situatat politike në Serbi dhe për ne interesi vetëm është interesi i qytetarëve maqedonas, por obsesioni i Venkos me Serbin, me njoftime për shtyp të përkthyerja keq nga serbishtja, synon ta shndrojë Venkon në një sheshel të vogël. Nga VMRO shtojnë se Venko me vizë të artë nga Dubai, biznese dhe llogari në Bullgari dhe mentor politik nga Serbia me Zaevin si kujdestar të tij, nuk mund të jenë në ardhmja e këtij vendit.